Ashtu si dhe në sezonet e mëparshme verore, Bashkia e Vlorës ka nisur tashmë të krijojë plazhin publik falas për qytetarët. Puna e nisur këtë të premte vjen edhe pas kërkesave të qytetarëve vlonjat, të cilët kërkonin të kishin mundësinë e një plazhi falas. Në shëtitoren e Lungomares, pranë ish Akademisë së Marinës, po krijohet tashmë plazhi publik falas për qytetarët, ku ata do të kenë mundësinë të kenë një çadër në dispozicion. Punojësit e ndërmarrjeve në varësi të Bashkisë së Vlorës kanë nisur mëngjesin e kësaj të premteje aksionin për vendosjen e çadrave në këtë plazh. Do të jenë në total 50 çadra, të cilat do të vendosen në dispozicion të pushuesve vlonjat dhe jo vetëm, të cilat do të jenë krejtësisht falas dhe pa asnjë pagesë. Këtë vit, në dispozicion të pushuesve do të jenë vetëm çadrat, pra aty nuk do të jenë shezlong për të ulur, për vetë faktin se të gjithë çadrat dhe shezlongët, të cilat u dhuruan pak vite më parë për të vendosur në Bregdet në favor të pushuesve, janë dëmtuar të gjithë, duke dalë totalisht jashtë funksionit. Çadrat që do të vendosen tashmë në Bregdetin e Lungomares janë sërish donacion. Ato janë të dhuruara nga Vlora Marina për Bashkinë e Vlorës për të vendosur falas në Bregdetin e Lungomares. Sipas informacioneve, hapësira publike e plazhit, e cila do të funksionojë falas në dispozicion të qytetarëve, do të monitorohet 24 orë, por mbetet ende pa zgjidhur fakti se kush do ta monitorojë. Nëse monitorimi do të kryhet nga punonjës të Bashkisë së Vlorës, efektiv të Policisë së Rendit apo asaj bashkiake.